Zgjedhjet vendore në Itali shënuan ndalesën e parë për Matteo Renzin, prej periudhës kur mori drejtimin e Partisë Demokratike më pas qeverinë dhe u konfirmua në zgjedhjet europiane, kryeministri italian po humbet terren. Është e vërtet që Renzi fitoi 5 me 2 në rajonale, por tashmë ai ka 18% më pak mbështetje mes popullsisë. Nëse zgjedhjet politike do të zhvilloheshin sot, demokratët nuk do të fitonin në turin e parë, por do të kalonin në balotazh. Njerëzit janë të zhgënjur dhe në vend të votimit 48% e popullsisë zgjodhi të shkonte në det apo të qëndronte në shtëpi. Një prej goditjeve më të rënda erdhi nga Liguria, ku guvernatori i ri u zgjodh Giovanni Toti nga partia Forza Italia e Berlusconit në koalicion me Qendrën e Djathtë. Ky është treguesi që kur Qendra e Djathtë është e bashkuar fiton. Lega Nord është një aleat vendimtar i këtij koalicioni. Nuk më pëlqen lufta brenda aleancës. Është njësoj si kur të numërosh pikët e së njëjtës skuadër dhe e njëjta skuadër luan për të fituar në portën kundërshtare dhe ne fituam. Fituam këtë provë dhe tashmë shpresojmë të fitojmë dhe sfidën e ardhshme në zgjedhjet parlamentare dhe qeverinë ta fitojë dikush nga Qendra e Djathtë. Kushdoqoftë. Agon Channel ndoqi me një maraton transmetimesh procesin zgjedhor në Itali, 4 orë lidhje direkte me njëherë pas mbylljes së qendrave të votimit dhe 3 orë gjatë paradites së të hënës, me të ftuar të rëndësishëm në studio dhe të dërguar të shumë në terren. Nuk munguan zërat e protagonistëve në studio ashtu si Luca Zaia, i cili është në avantazh në Veneto përballë kandidates së maggiorancës qeverisëse Moretti. Do të thoja një rezultat i shkëlqyer. E kishim të qartë që në Veneto do të fitonim besimin e njerëzve, por realisht jo në këto nivele. Të fitosh përballë Partisë Demokratike në momentin e tyre të ardhur do të thotë se kemi forcën për të qeverisur shumë mirë në këto 5 vjet. Mendoj se Matteo Salvini ka numrat për të synuar një rol kombëtar dhe leadershipi në Qendrën e Djathtë. Ndoshta me të drejtë Zaia propozon Matteo Salvini si lider të Qendrës së Djathtë. Përpara votimit, Berlusconi u shpreh se pasardhësi i tij në krye të koalicionit opozitar do të zgjidhej nga votat e popullit. Zgjedhjet konfirmuan se Lega Nord fitoi garën e brendshme përballë Forza Italias.